Të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme, një armpushim që duket po zgjat vetëm pak orë, vetëm pasi kaluan gati 7 orë nga dhënia e njoftimit nga të dyja palët, të sulmet kanë rinisur. Shkak duket sikur ja është bërë situata në Liban. Megjithatë, nëse do të vazhdoj apo jo ky armpushim, sa do të vazhdoj edhe çfarë do ndodh më pas, do të flasim me zotin Efail Emini, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, ekspert i çështjeve gjeopolitike. Miku im, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Efail, si e keni parë ecurinë e fundit, të orëve të fundit pas njoftimit për armpushimin, edhe jeni besim plot që do të vazhdoj apo me shumë gjasa do të thyhet? Pra pa arritur javorshi. Ajo që kemi parë deri tani pranë orët ku arritja e armpushimit ishte një gjë shumë e mirë dhe shumë e mirëpritur nga të gjithë njerëzit dhe nga politika ndërkombëtare, por që në fillim të saj kishte skepticizëm të madh për shkak se çfarë do të ndodhte dhe sa do të respektojë ky armpushim, dhe orët e para kanë treguar se ky armpushim më shumë të qetë një pauz se sa realisht një armpushim lufte. Për shkak se Izraeli ka filluar një bombardim masiv ku për 10 minuta ka hedhur mbi 160 raketa në mbi 60 lokacione, ku deri më tani kemi mbi 110 të vrarë në Liban. Në anën tjetër, proksit e Iranit në Irak kanë sulmuar një qendër diplomatike të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Bagdad, ku SBA ka ngritur alarmin për qytetarët e saj në Irak. Po ashtu, Garda Revolucionare sot ka marrë përsipër sulmin ndaj tubacionit lindje perëndim, tubacioni i cili nuk ka sulmuar edhe gjatë këtij konflikti gjashtë-javor, i cili ka një kapacitet prej 7 milionë fuqi nafte, e cila transporton naftën nga Arabia Saudite në drejtim të detit të Kuq, pra e shman ngushticën e Hormuzit, dhe në këto pamje të para po shifet se ky armpushim është shumë fragjil dhe siç cek edhe merret më shumë është një pauzë e cila në bindjet e mia nëse vazhdon me këtë ritëm nuk do të zgjasë, për shkak se Irani ka lëshuar një deklaratë ku ka thënë se nëse nuk do të dalë bombardimi në Liban, ajo do të përgjigjet ashpër ndaj Izraelit. Por Izraeli theksoi edhe më parë, sapo arrit marrëveshja e armpushimit, që Libani nuk përfshihet te pjesa e armpushimit. Po kemi një huti shumë të madhe për shkak se kryeministri i Pakistanit, i cili ka qenë edhe ndërmjetësues, deklaroi se Libani ka qenë pjesë e armpushimit të arritur me Iranin dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse tani Izraeli deklaroi se Libani nuk ka qenë pjesë, por që edhe presidenti Trump tani para pak minutave deklaroi se i mbështet pretendimet dhe deklaratat e kryeministit Netanyahu se Libani nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes lufta në Liban është një luftë e cila nuk lidhet me Iranin, me luftën e Iran, dhe kurse në anën tjetër Irani ka pretenduar se ajo ka arritur një marrëveshje me SBA që të ndalohet lufta në të gjithë linjën e mesme dhe të gjithë proksit e saj duhet të përfshihen në armpushimin që është arritur në një periudhë dyjavore. Pra me këtë ide rikthehemi tek plani i parë i Trumpit për të, sikur tha ai, përzhdukur një civilizim. Po nëse ka apo mund të themi 3 skenarë tani se si do të vazhdojë kjo armpushim. E para lidhet me arritjen e një marrëveshje finale që duke marrë parasysh qëndrimet e SBA-ve dhe qëndrimet e Iranit është shumë vështirë, dhe duket se presidenti Trump më shumë ka pranuar këtë 10 pikshin që ende nuk është pranuar zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmbajtja e 10 pikshit, dhe duket se presidenti Trump më shumë e ka pranuar këtë marrëveshje për ta shmangur ultimatumin, për shkak se kishte dhënë disa ultimatume më herët, dhe nëse tani nuk do të reagonte, kjo do ta nxjerrte shumë keq edhe atë si president, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fuqi globale. Skenari i dytë është vazhdimi edhe pas 2 javëve, mos arritja e një marrëveshje, po vazhdimi i armpushimit, kurse skenari më i keq është thyrja e pushimit dhe involvimi përsëri të palëve në një konflikt të ashpër. Por SBA duket sikur e thatë dhe ju, mezi po e gjente këtë mundësi që të dilte një rrugdalje. Tani vështirë që do rikthehet edhe herë ndoshta ultimatumeve dhe presioneve. Po, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu në Izrael dhe Iran kemi forca të cilet kanë qenë kundër marrëveshjes, ku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës krahu i djathtë ka bërë një presion të jashtëzakonshëm ndaj presidentit Trump që të mos pranojë, pra të refuzoj planin 10 pikësh
të Iranit për të arritur deri te marrëveshja dyjavore e paqes. Në anën tjetër në Izrael, partia opozitare Likud deklaroi se kjo është katastrofa më e madhe politike në historinë e kombit tonë, pra ata janë kundër një anëpushimi për shkak se sipas tyre nuk është arritur asnjë nga objektivat e deklaruara të Izraelit. Në anën tjetër kemi edhe Iranin ku sot ka pasur tubime masive nëpër pjesën më të madhe të qyteteve të Iranit ku është protestuar dhe është kërkuar vazhdimi i luftës kundër Izraelit dhe Shtetet të Bashkuara. Pra, në të tre shtetet krahët ekstremistë janë të bërë një presion të jashtëzakonshëm që lufta të vazhdojë deri në fitoren përfundimtare të njërës apo të palës tjetër. Izraeli pra sërish po e rikthen në luftë edhe me goditje ndaj Libanit të Shtetet Bashkuara. Duket se po, për shkak se pak më herë kishim një telefonat mes presidentit Erdogan dhe presidentit Trump, ku presidenti Erdogan kishte bërë, nëse mund ta themi, një lloj presioni dhe një kërkesë ndaj presidentit Trump që në asnjë lloj rrethana të mos sabotohet dhe të mos ndërpritet dhe të mos lejohet sabotimi i armëpushimit, por duket se nëse lufta në Liban do të vazhdojë, pra sulmet e Izraelit dhe konflikti mes Hezbollahut dhe Izraelit do të vazhdojë, atëherë mund të themi se paqja armëpushimit dyjavor vetëm sa ka marrë fund. Po Erdogani çfarë i trembet këtu? Ndoshta se sigurisht ai di diçka më shumë për planet e Netanyahut e Izraelit që reagoi tani. Po presidenti Trump e presidenti Erdogan ka pasur një kundërshtie dhe Turqia ka një kundërshtie të fuqishme ndaj Izraelit dhe vazhdimisht presidenti Erdogan e ka akuzuar Benjamin Netanyahu, kryeministin e Izraelit, se po saboton arritjen e një anëpushimi apo një paqe në linjën e mesme. Ajo që e frikson më shumë presidentin Erdogan lidhet me faktin e çështjes së kurdëve, destabilitetin e gjithë linjës së mesme, e cila pashmangshmërisht do të ketë një impakt të jashtëzakonshëm në Turqi dhe një valë e migrimi masiv e cila mund të shkaktojë tronditje demografike dhe sociopolitike brenda Turqisë. Po ashtu edhe kjo, nëse Irani do të binte si do të dezintegrojë, kjo të jepte mundësi Izraelit të ngritet si një fuqi shumë e madhe dhe një fuqi e parë rajonale brenda lindjes mesme, dhe kjo nuk do të shkonte për shtat Turqisë, për shkak se edhe përkundër faktit se Turqia dhe Irani janë rival historik për më shumë se 500 vjet, që nga viti 1501 kur është krijuar edhe Shah Ismaili, kur ka krijuar i perandorinë persiane të kohës. Dhe që prej atij ata janë një rivalitet të fuqishëm me njëri tjetrin, por më në fund Turqia përsëri do të pranonte një rival sikur Irani, që e njeh sa një rival si Izraeli, i cili mund të shkaktojë destabilitet të vazhdueshëm brenda linjës mesme. Në fakt te plani 10 pikësh, ju si mendoni, ishte fitore për SBA-n apo për Iranin, sepse ndër dy mes pikave që janë më shumë të debatueshme, ngushticën e merr Irani përfundimisht, ndërkohë që me këtë plan, sipas interpretimeve të mediave ndërkombëtare, Amerika duhet largojë trupat nga gjiri. Nëse marrim për bazë këtë 10 pikësh, e cila ende nuk ka pranuar zyrtarin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ku një zyrtar i lartë në kushte anonimitetit deklaroi se nuk janë të vërteta këto pikat, por që pasi që nuk kemi një deklarim zyrtar të bën të mençoj se këto pika qëndrojnë. Ka disa pika të cilët realisht janë shumë të vështira dhe nuk besoj që do të pranohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para ka të bëjë me kontrollimin e ngushticës së Hormuzit, ku deri tani ngushtica e Hormuzit sipas ligjit, sipas së drejtës ndërkombëtare kanë qenë ujëra ndërkombëtare, pra ujëra të lirë për kalim. Kjo do të jepte një levë të jashtëzakonshme gjeopolitike dhe energjetike Iranit, të cilën nuk e ka pasur deri më tani. Vendosja e tarifave, ku në bazë të asaj që pretendohet, vendosja e tarifave në çdo fuçi nafte, ku çdo anije mund të shkojë deri në 2 milion dollar pagesë për të kaluar ngushticën e Hormuzit, dhe me një mesatare do të siguronte Iranit 64 miliard dollar të hyra vjetore vetëm nga tarifat që do të marrin nga ngushtica e Hormuzit, që nuk i ka marrë deri tani. Pastaj është vazhdimi i pasurimit të uraniumit, e cila ka qenë edhe pika kryesore për plasjes me Shtetet e molla e sherrit me Shtetet e Bashkuara dhe Irani, por ashtu edhe me aleatët perëndimor tjetër, me aleatët evropian, ku arritën marrëveshjen në kohën e presidentit Obama, që është kundërshtuar fuqishëm nga presidenti Trump. Fakti që lidhet me largimin e trupave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga lindja e mesme, që besoj që është një vijekuqe që asnjëherë nuk do ta pranojë
Washingtoni, por nëse Irani ngulmon në këto pika, atëherë mund të themi se nuk mund të kemi një marrëveshje, për shkak se nëse Washingtoni pranon këtë marrëveshje, atëherë do të kemi një zëvendësim të fuqisë amerikane në lindjen e mesme dhe atë vakum do ta mbushte një fuqi tjetër ku shumë gjatë do të jetë Kina, e cila është e papranueshme për strategjinë amerikane. Me që dolën te Kina pavarësisht votimit që bëri në Këshillin e Sigurimit në OKB, nga ana tjetër Trumpi ja njohu merita që ishte edhe ndikimi i saj që bashkë me Pakistanin të ndikonin te Irani që ta pranonte armëpushimin. Kina ka luajtur një rol interesant në këtë luftë, për shkak se Kina ka qenë një nga përfituesit, por njëkohësisht edhe humbësit e këtij konflikti, por duke marrë parasysh faktin se Shtetet e Bashkuara janë involvuar fuqishëm, kjo i ka dhënë mundësi Kinës që në një mas të caktuar të shohë dhe të vërtetoj potencialin ushtarak dhe fuqinë ushtarake që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në rajon, por edhe në një përballje të mundshme me një të ardhme të afërt për Tajvanin, ku i ka dhënë mundësi Kinës që të shohë dhe teknologjinë që ka përdorur dhe posedojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në të njëjtën kohë kjo i ka dhënë asaj mundësinë që të paraqitet para botës si një shtet me integritet etik dhe si një shtet i cili lufton dhe lobon për paqen botërore. Vështirë që dalim në një konkluzion se çfarë na pret tani për andej, por për të ardhur më këtej dhe për ta mbyllur në fund për situatën në Shkup në Maqedoni, kemi pasur protestën e studentëve për provimin e jurisprudencës. Në fakt çfarë ndodh tani, se asnjë nga palët nuk po tërhiqet. Kryeministri Mickovski tha që ata kanë të drejtë, por së pari duhet bën ndryshimet ligjore, pra shtyri. Kurse studentët thanë do të vazhdojmë, do të kemi një tjetër protestë akoma më të fortë. Si e shikoni ecurin, kush në fund do të tërhiqet nga palët? Po, të them drejtën, historikisht janë studentët të cilët kanë bërë ndryshime dhe kanë bërë revolucione, dhe thuajse në çdo protestë studentore në fund ata që kanë dalë fituesi janë studentët, por këtu në Maqedoninë e Veriut protesta studentore kryesisht lidhen me çështje etnike. Është diskutabile te ne dhe ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet ligjore, për shkak se në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut nuk kemi të shkruar tekstualisht se gjuha zyrtare është gjuha shqipe, por gjuha zyrtare është gjuha që e 20% të popullatës. Kurse në paragrafin vijues deklaroj se gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhënien ndërkombëtare është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj cirilik. Pra gjuha shqipe është gjuha 20% dhe gjuha shqipe do të jetë zyrtare vetëm në ato rajone ku shqiptarët janë 20%, pra nuk është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin. Dhe kjo paqartësi kushtetuese ka krijuar edhe paqartësi të mëdha në aspekte tjera, sidomos në lidhjet që janë nxjerrur vazhdimisht për të avancuar përdorimin e gjuhës shqipe, ku kemi disa lidhje që janë nxjerrur për këtë qëllim, por që fatkeqësisht këto ligje nuk janë respektuar asnjëherë nga institucionet shtetërore dhe fatkeqësisht pjesa më e madhe e këtyre ligjeve nuk janë respektuar as nga përfaqësuesit, pra ministrat shqiptar që ka qenë në ekzekutivin e Maqedonisë së Veriut. Dhe marrëveshja e Ohrit është dashur që të zbatojmë nga periudha 2002 deri në periudhën 2006, pra një periudhë 4 vjeçare, kurse ne jemi në vitin 2026 dhe ende diskutojmë për çështjet më elementare si përdorimi i gjuhës, dhe kjo është shumë tragjike duke marrë parasysh periudhën ku po jetojmë, pra viti 2026, shekulli 21, dhe Maqedonia është një nga shtetet aspirante për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe arrihet një stat të tillë ku të mohohet studentëve shqiptar apo një 30% të popullatës që ta japë provimin e jurisprudencës në gjuhën të cilën ajo ka mësuar. Pra këtu çdo ligj dhe çdo lëvizje ligjore dhe kushtetuese perceptohet në aspektin etnik. Pra çdo gjë që duhet të bëhet një ndryshim, këtu i vishet peshku etnik, duke e bërë shumë më të vështirë dhe shumë më tenduese çdo ndryshim për ta ardhur deri tek një normalizim i raporteve etnike këtu në Maqedoninë e Veriut. Lutem edhe diçka, se kemi dy aktorë kryesor që kanë folur për destabilizim. Kryeministri Mickovski që tha pas protestës është BDI-ja opozita që duan të destabilizojnë vendin, edhe kam njoftuar NATO-n dhe BE-n partnerët e mëtetash. Foli dhe Ali Ahmeti që në fund të asaj letrës përpara protestës, pra paralajmëroi që situata mund të shkonte edhe deri atje, nëse prekej gjuha shqipe. Po ka shanse reale që mundet të destabilizohet situata brenda? Nuk e besoj, për shkak është fakt se këtu në Maqedoni
temat nacionaliste dhe temat etnike vazhdojnë që të prodhojnë vota dhe në njëjtën kohë përdoren si instrumente për të mjegulluar vështirësitë dhe problematikat që hasin çdo dy qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Këtu ne kemi problem me rritjen e çmimit të naftës, papunësinë, emigrimin masiv të të rinjve. Ne po vim për të marrë naftë andej. Po përsëri për ne është shumë shtrenjtë, ku çmimi i naftës ka arritur në 1.5 euro dhe për të mjegulluar të gjithë këto problemat që hasin çdo dy qytetarët, nditen tensione dhe problematike etnike të cilat janë totalisht të panevojshëm. Duhet të marrë parasysh faktin se Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë për 22 vite ka qenë në pushtet. Dhe këtë çështje e përdorimit gjuhët është dashur të zgjidhet me kohë. Por edhe tani qeverisja e tanishme nuk duhet që të përdor këtë tema për të mjegulluar apo për të përfituar pikë politike, por duhet që të gjendet një dakordsi mes pozitës, opozitës, mes dy etnive më të mëdha, pra shqiptarëve dhe maqedonasëve këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe të jepet fund këtyre problematikave dhe të ecim në rrugën drejt Bashkimit Evropian, për shkak se Maqedonia është shumë prapa shteteve tjera, përfshirë Shqipërinë, Malinë e Zi dhe Serbinë në rrugën integruese. Bashkohem ato që thatë ju, duke uruar që të mbyllen sa më shpejt ato probleme andej. Ne falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ju.